يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، hamdi dhe të gjitha falenderimet I takojnë Allahun subhanahu wa ta'ala, krijuesit të gjithësisë. Salavatet dhe selamet e përzemërta qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që e ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, Allah I ka bull këtë ditë agjërimi dhe çdo ibadet tjetër që e bojmë për Allahun subhanahu wa ta'ala. Prom fillum me fol diçka lidhje me një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilin e transmeton Omeri radhiyallahu anhu, Omar al-Faruq, se një prej njohkave të tij ka qenë apo është I njohur me Omar al-Faruq, Omeri I cili ka ndarë të vërtetën nga pa vërteta. Dhe më treguohet për të se edhe kur akon të ecë në rrugë, nëse shejtani akon të ecë në njëjtin drejtim, me Omer radhiyallahu anhu e ka ndryshuar drejtimin. Se ka qenë me të vërtet, thamë prom të rim, edhe këmbgulës në të vërtetën, në të gjithë kërë ndëgjëm historinë e tij, këna ndëgju se një dije ka nxirr shpatën, o pejgamberi Allahut më lejo që kputi kokën, apo? E këtë pyetje, nashta shpesh njerëzit mund me thonë pa ju, thej si besimtar, pse, apo një sahabi I madh, pse gjithmonë kështu I ashpër. Ja kanë pyet këtë pyetje dhe sahabët kur u bë halife Omer radhiyallahu anhu dhe I thanë: O Emir Mu'minin, kur ishe në kohën e pejgamberit alayhis salam, sa ishte gjallë pejgamberi alayhis salam, një ditë ishi I ashpër ti. Nëse dikush e kundërshtoi ke pejgamberin alayhis salam, pak apo shumë të më një thësh o pejgamberi Allahut më lejo që akpus kokën. Po ashtu edhe në kohën e Abu Bekrit. Pse tash kur I bën halife muslimanë I bën shumë I butë, shumë I qiell. Thot kur ishte pejgamberi alayhis salam gjallë, ai ishte shumë I butë. E kishte nevojë dikush afër të më kujt ashpër se unë, se për ndryshe njerëz që I pa ndonjëherë shfrytëzojnë butësinë tonë, pse je I butë hipin për mikrisë thonë. Ajo se është I butë frikacak, po është njëri I butë, është modest, është njëri I thjesht, I ka frikë vetëm Allahut. Thotë edhe kishte nevojë pejgamberi alayhis salam me pas dikan afër çështonë si unë. Mos ta shfrytëzojnë njerëzit butësinë e tij. Thotë edhe në kohën e Abu Bekrit I rish në afër se a dash më ku dikush I rrethina çton si unë. Thotë që tash nuk e përdorat fuqin, ashpërsinë time, mos thonjë njerëzit se peshfryzon postin e tij. Sa është halife, udhëheci muslimanëve, ki bën tash ka don kujt do ja e krijën, e ka ndonë rre, e ka ndonë burgos, thotë tash jam zbut, jam qetësu, thotë shkaki mos mendoj njerëzit se jam të shfrytzu postin tim. Po kishte Omer radhiyallahu anhu, al-Faruq I cili e ka ndarë të vërtetën nga pa e vërteta. Ka më fol shumë për Omer radhiyallahu anhu, shumë ajete në Kur'an që kanë zbrit për kur e ka dhënë ndonjë mendim, Omer radhiyallahu anhu kur e ka marrë ndonjë vendim, kur ishte gjallë pejgamberi alayhis salam, ka ardhur ajeti I cili ka zbrit ajeti dhe përputh me mendimin e Omer radhiyallahu anhu. Domethënë ka qenë shumë I drejtë. Hadithi është innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, veprat vlerësohen sipas qëllimeve dhe secili njeri do ta merr atë që ka pasur për qëllim. Dhe thamë prom se dietarët lidhe me këtë hadith të pejgamberit alayhis salam kanë treguar rëndësinë e tij, sepse ky hadith zë vend të veçantë në Islam dhe dietarët kanë thonë një lidhje me këtë hadith të pejgamberit alayhis salam. Një prej tyre është Abu Dawudi rahimahullah, ku thotë ky hadith është gjysma e Islamit, sepse feja përbohet prej gjërave të dukshme dhe që janë vepra dhe ato të brendshme siç është niyeti. Pra kjo fej prej çka përbohet? Prej vepra që janë të dukshme që I shohim, për shembull namazi, Ramazani, haxhi, dhe shifën disa punë, dhe Islami përbohet edhe prej vepra të brendshme që janë niyeti. Tash namazin pe fal, po çumë se pe fal namaz, po niyetin na nuk e dinë se e kije. Agjërimi, Ramazan pe agjëron, po niyetin nuk e dimë na se e kije. Dhe plus ne nuk jemi të urdhëruar me ditë njerëzit çka kanë në zemër. Na njerëzit gjikojmë, nëse duhet me gjikojmë ndonjëherë, I gjikojmë bazë veprat të tyre. Jo në bazë çka kanë në zemër, se nuk e dinë, në zemër e din vetëm Allahu çka ka.
Për këtë thot Abu Davudi, kjo haditha gjysmë e Islamit, sepse veprat ndahen ose janë të jashtme që shihen, ose janë të brendshme. E ato të brendshme çka janë niyeti. E niyeti, domethënë Abu Davudi thot niyeti janë gjysa e Islamit. Imam Ahmedi dhe Imam Shafiu thonë në këtë hadith përfshihet 1/3 e diturisë. Pse? Arsia qëndron në atë se veprat e njeriut realizohen me zemër, me gjuhë dhe me gjymtyr. Pra niyeti me zemër është njëra prej këtyre 3 pjesëve. Domethënë veprat që i bojnë ana, dituria që ndahet në Islam është ose bëhet me zemër, ose me gjuhë, ose me gjymtyr. Ai niyeti kë ka vendin e ka në zemër. E për këtë thot Imam Shafiu dhe Imam Ahmedi, ky hadith përfshin 1/3 të diturisë. Mësimet nga ky hadith, dietar kanë nxjerrë mësime të shumta dhe thonë al-a'mal hiya harakat al-badan wa tadkhul fiha al-aqwal. Veprat janë lëvizjet e trupit dhe në to përfshin edhe fjalë. Pra veprat e tona ose janë lëvizjet të trupit, pra namazin kur e bojnë apo kur shkojnë në haxh, domethënë me trup, me gjymtyra i bën këto vepra dhe i përfshin fjalët. Domethënë vepër llogaritë edhe fjala. Në fletushët e Ibrahimit a.s. është e shkruar, thot sikur njerëzit ti llogaritin fjalët e tyre si veprat të tyre, thot nuk do të kishin fort por se aty Kur'ani është dobishëm me për to. E shumica e njerëzve fjalët nuk i llogaritin vepra, por këtë e lëshojnë gjuhën këtë në lerë. Shka të vjen gojë fol, nuk i mos fjalët e tij, nuk mendon çka ka me folë, nuk mendon se kjo fjala më shkut për mua kundra meje e kështu me radhë. E thot në fletushët e Ibrahimit a.s. sikur njerëzit fjalët e tij ti llogaritin vepra, pra do të thonë për këtë fjalë ka me dhon llogarin ditën e gjykimit, thot nuk do të kishin fol përveç atij ku ka dobi për to. Allah shka thot në Kur'an, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Çdo fjalë që i hedhi biri Ademit, pranë tij janë di me lajket, raqib dhe atid, i shkrujnë. Nëse nuk ishun raqibi, ishkun atidi. Nëse nuk ishun atidi, ishun raqibi. Pra nëse nuk ishun me lajka nënën e gjatë, kam shqyt me lajka nënën e majtë. Nëse kjo nuk ishun, kam shqyt e gjata. Në më thonë, fjalët e tua kanë mu registru. Çfarë do fjalët e folë? Pastaj fjalët e cilët janë mubah, të lejoshme, për shembull, për ato nuk jep njëri llogarin ditën e gjykimit, sepse ato nuk kanë as shpërblim, as nuk kanë dënim. Ama fjalët që kanë shpërblim, ato mbeten në librin tanë, edhe fjalët e cilët kanë dënim, ato kanë më mbajt librin tanë. E fjalët e lejoshme, kam hongër, kam pi, shkova, erdha, hipa, shdripa, këto s'ki as shpërblim për këto, nuk ki as dënim. E këto në ditën e gjykimit nuk janë në librin tanë. Ama fjalët të cilët kanë shpërblim dhe dënim, që meritojnë shpërblim dhe dënim, janë në librin tonë në ditën e gjykimit. Pastaj thonë dietarët e niyatu shuri'at tamyizan lil ibada anil 'ada. Niyeti është ligjëruar, pra si ligj në Islam është për ta dalluar adhurimin nga zakoni, nga adeti, nga traditat, nga shprehja që i ka njeriu. Domethënë kur ta bëjnë niyet na me bëni vepër, ajo niyeti e dallon ibadetin prej adetit, prej të zakonshmës. Për shembull dikushin thamni në Ramazan mund dikushin shpesh ka plot njerëz dhe që diet, mojnë diet, nuk hajnë tanë ditën veç në darë ka. Në më thotë tanë ditën s'ka hongër kur gjo. Kësë zakon e ka. A më në, tash gjatë agjerimit, gjatë Ramazanit, kur nuk hajnë tanë ditën, një jetën shke kemi, me agjeru për Allah në Teala. Tash edhe që të shkanë të bajt diet gjatë vitit, në Ramazan kur të agjeroje, hajnë si firë, natën e ban jetë, se nëjse kam me agjeru. Se jam të mund tash atë zakosh me shke ban jashtë Ramazan, tash jam të agjeru. Në më thonë, niyeti e dallon ibadetin prej adetit apo prej të zakonshmës. Po ashtu një niyeti hiya tamyizul maqsud bil amal. Niyeti është dallim i qëllimit të veprës. Do të thotë qëllimi i kësaj vepre që be bën. Për çka pe bën? E niyeti është ai i cili e dallon qëllimin tan, për çka i të bën këtë vepër. A është vetëm për Allahun kjo vepër që be bën apo për dikën tjetër? A pe ban për Allah namazin, apo pe ban sa përsi e faqe? Një sadak, një lëmosh, a pe ja për Allah, a pe ja sa përsi e faqe, me thonë filoni masha Allah. A pe lexon Kur'anin me zon të bukur për Allah, apo me thonë njerëzit masha Allah çfarë zonit bukur paska. Apo shkon në umre, në haxh për Allah, apo po shkon me thonë filoni masha Allah. Për çdo vjet shkon në haxh. Në muj, në 2-3 muj shkon në umre. A e kije për Allah, a e kije për me të lavdru njerëzit.
Se pejgamberi alayhis salam thotë ditën e gjykimit 3 grupet e parë që do të hidhen në xhehenem, do të thonë prej muslimanëve, thotë është ai i parë është i pastër, i cili pasurinë e tij e ka dhënë për lavdrata, për emën. Edhe kur i thot Zoti me lajket e hudhën e këtë në xhehenem, ai ka më thonë, o Zot, un kam dhënë pasuri për ti. Thotë jo, ki dhënë për më thonë filoni shumë dërdhanës. Thotë edhe kanë thonë për ti, edhe ki bote ki dhënë pasuri, njerëzit kanë thonë për ti dërdhanës, thotë ki për në xhehenem. Thotë edhe dietari, i cili me diturinë e tij ka marrë ligjërata, i ka mësuar njerëz për më thonë mashallah, ki dietar, apo lexuesi i Kuranit. Disa transmetime thotë lexuesi i Kuranit, disa thonë dietari. Edhe ai lexuesi i Kuranit apo dietar ka më thonë, o Zot e kam bërë për ti, thotë që ki bërë për më thonë filoni mashallah, i ditur, filoni lexues, zonin e bukur. Thotë edhe kanë thonë, se ti në jetën këtë e ki pas njerëzit më thonë për ti filoni lexues. E çka tha pejgamberi alayhis salam këtë hadith, innamal a'malu binniyat, vepra shpërblen mbas qëllimit. Edhe ka funi hadithit, faman kanat hijratu ila Allahi wa rasulih, fa hijratu ila Allahi wa rasulih. Kush e ban hijretin shpërngulën për Allahun dhe të dërguarin e Allahut, e shpërblimi i tij do të jetë apo hijreti i tij do të jetë për Allahun dhe të dërguarin e Allahut. Wa man kanat hijratu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilayh. Por kush e ban shpërngulën për një dobi, për një interes saj bote apo për një martesë, hijreti i tij do të llogaritë për atë që e ka bën. Po edhe ki lexuesi apo ki dietari, kur lexon Kur'an me zon të bukur, në jetën e tij çka ka? Me mlivdu me thon mashallah. Edhe ja ka rritë qëllimit. Njerëzit i kanë thon mashallah, po lexon bukur. Hundën në xhehenem edhe kët. Edhe i treti, ai i cili ka luftu në rrugt të Allahut, mujahid, në xhihad. Allah thotë futën edhe këtë në xhehenem, thotë o Zot, o krijuesi jam, thotë unë këtë e kam bën për ti. Thotë që atë e ke bën, ke shkuar në luftë, me luftu, për me bën emër, për me thon filoni trim, edhe kanë thon për ti çashtonë. Thotë futën edhe këtë në xhehenem. Në luftë me shkuar, me shpirtin me shkuar me dhon për çka? Për me thon trim. Nesër më shkruajt emrin, më shkruajt në librin, dikon historia, dikush jam konë. Ku shikon ti kon për vetë, sikon për kërkan. A ke luftuar për Allah po? Mos fol. A ke dhon sadak po? Për kan, për Allah. Po shuj, çka për mend? A i kon hax po, në umre po, në xhamia shkon për nat po, për kan, për Allah. S'ka nevojë më të kalldu njerëz. Se shejtani çat punë ka, shejtani banaki që na pillozone vim 30 kilometra, ha? Për me ardhur në xhami 30 minuta, 30 kilometra nuk të prej kur gjon shejtani. Kle rahat çashtoni. Me atë në jetën e mirë për Allah. Banaki tu hin xhami. Të ishtë një kohë në gjallë në xhami, bismillah, i shef një 20-30 vejtë në xhami, edhe i hi pak vejtë në hoja, dhe në qefi. Edhe qatë të shejton mu me aprish një jetën. Edhe shkoj krejt, a i shpërlimi jatë. Abdes të morë. Shko të nisësh me shku të qesh, me morë abdes të shku, kur gjonë s'ma shejtonin. Momentin kur që anish me morë abdesin, shejtoni qatë të pengon. Edhe mundohet me të aprish një jetën. E në Ramazan, e në haqen, gjitha veprat. Si në thonë vepër ka një shejtan është atë i pranteja, ati mundohet me të aprishat në jetën. Do njëherë shejtoni qënë me bo një punë të mirë, ati të lenë me bo një punë të mirë. A më qëllimi shejtanit është, mas i ta bash atë punë të mirë, troshit ashtë. Mu livdu, mu krenu. Japi një sadak, edhe në ziton atë shtinë, ati jap, pësës po jap, këtë po japin, japi atë, në moment kur ta jep, shta të aprish në jetën. Shti mu krenu, mu livdu para njerëzve. Në jetën është shumë i rëndësishme në Islam, në jetën thamë dallon atë ibadetin nga adetin, nga traditët. E për këtë, në jetën thonë dietar, hiya tamyizul maqsud bil amal. Në jetën është dallimi i qëllimit të veprës, a është vetëm për Allahun e lartësuar apo për dikën tjetër ose për Allahun bashkë me dikën tjetër. Të dikush mundohet, të bëjë diçka pak edhe për Allah, po pak edhe kam që fillon njerëz pak të më lëvdojnë. E humbsh problemin tanë. Në më thonë, kur qep është, një sadake e jep për emër, edhe pa pare, edhe pa sevape. Qëse se ki bo për Allah. Kush që shpërblen? Allahu a njerëzit, Allahu. E po banë një jetin për Allah. Njerëzit nuk kanë më shpërblen. Njerëzit në ashtë ata thujnë një falim dhe eret edhe u kri. E nëse e banë për njerëzit, nuk e humbi, edhe atë pasurin shka e dhave dhe të franka 100, 500, 1000, shku në ato, po edhe sevape nuk i je. Po nëse ki bo për emën, gjuna ki je. Për mu livdu. Dhe me thonë, edhe pa pare, edhe pa sevape, po meriton dënimin e Allahut. E për këtë pra një jeti, është i rëndësishëm në Islam. Qëllimi apo një jeti është baza e çdo vepre. Çdo vepre mi që e bojna, qëllimi është baza e sajna.
Normal, fillim është besimi, që është besimtar, men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min. Kush bën vepra të mira qoftë moshëll apo femër duke qenë besimtar, që ka shpërblimin. Pastaj është edhe niyeti. Niyetin apo e bën për Allah apo për çka e bën. E baza është e çdo vepre, për shembull namazin, te namazi është kushti i namazit, për shembull niyeti. Te abdesit te na Hanefit nuk është kushti i abdesit, nuk është farz i abdesit, por është sunet e abdesit, sunet është niyeti gjatë abdesit. Do thonë çdo punë sadaka, kur të jep një sadak në zemër, çfarë niyeti duhesh me bën? Po ja për Allah. A ka thonë pejgamberi alayhis salam, kur të jap dora e gjatë e majta nuk e shef, nuk e di. Nuk është qëllimi e gjata me azgat dorën fukaras, çmajtën me mshej mos të më shohë se jam të dhon. Jo, është kuptimi i hadithit apo qëllimi i hadithit është me dhon mu mundu, mos me dhon karshi njerëzve. Dunia është mirë me dhon karshi njerëz. Por hajde xhamos son do i më mbledh parë për xhamin, do i më mbledh parë për një fukara, për një jetim, për diçka. Edhe në kësaj raste është mirë dëna me dhon shembull pianist bëj 100 200 për mishnin që jetë me dhon pak më shumë, di? Për me ndihmu, për me bën punë të mira. Ama nëse jap 100 për mu krenu me thon, këtë kanë 20 unë 100 i dash. Gjithmonë jam kon dërdhan, gjithmonë nuk kam ndihmu. Ja gjithmonë keni ndihmu, se vapësia. Se pas ke bën për Allah. E për këtë në jetë apo qëllimi është baza çdo vepre. Një vepër nuk ka vlerë tek Allah nëse nuk bëhet me një qëllim të pastër, të sinqert për Allah subhanahu wa taala. Vepra si vepra është e mirë, po në jetë s'ka qenë mirë, e për këtë nuk meritonte, nuk është e vlefshme ajo punë, pra nuk i shpërblen te Allah subhanahu wa taala. Sinqeriteti në adhurim, çdo adhurim duhet të bëhet vetëm për Allah, jo për lavdi apo për përfitime materiale. Mirë ata të cilët lodhen tan natën e tan ditën e udhëtimet gata shkojnë thuajza për Allah, se pija shifës e për Allah, ani jetën nuk e kanë për Allah. I bën 200 kilometra me shkuar me bën një punë të mirë vetëm për me lëvdu nëse me thon filani mashallah. E humb gjithë atë kohë. Çu shkon në numra, shkon në hax. Kthejt pi haxhit thot, ti thua filan, ka dalë shoh filan. Haxhi filan, jam kon në hax. E që ai falsi shka mi thon, o falsa, ai që shka xheron o agjeruesa. Ki shku në hax, ki shku për veti me kin një prej peshtidhat të Islamit. Nëse ti kish ku në haxhe me thon haxhi, atëherë ne s'una thot agjerues, aty që më thon namazli, aty që më thon ku diçka. Normal, është respekt, aty ka shku në haxh më thon o haxhi filan, apo haxhi më thon, ama ti nëse nuk thot dikush haxhi, mos u prek më thoj ka dalë. Ai kam dhënë 60000 euro unë, kam shkuar atje, e ti më thon ala nejmana. Po në haxh ti shkosh nuk e ndron nejm, as mbimin, mbetesh i njëjti person. Inshallah shkon haxhe të kthej sikur atë që të ka lindur nona pas një gjuna. Haxh me brur, ke duhesh ta bësh. E jo shkosh në haxh apo numre për me thon haxhi apo me thon diçka në një mund tjetër. Pra duhet me qenë i sinqert në çdo vepër që e bën, qoftë e vogël apo e madhe. Nga mësimet e këtij hadithi se çdo njeri do të shpërblet sipas qëllimit të tij. Çka e ke pas qëllimin, me atë do shpërblesh. Ke shku në luftë për Allah, do shpërblesh për Allah. Ke shku për emër, do ta përmendin emrin disa ditë, disa javë, disa vite, do shkruaj na për libra diku emri jot, ama në dunjë s'ke kur gjën. Ti llogaritesh shahidi i dunjës, jo shahidi i ahiretit. Çfarë do të thonë kjo shahidi i dunjës dhe i ahiretit? Për njerëzit e je shahid, dëshmor. Ama i ahiret nuk je në ahiret dëshmor, pse se Allah e ka di qëllimin tan, e në dunjën të llogaritesh dëshmor. Nuk i morin gjallë me dëshmort e luftës të cilët ringjallën me rrobat e tyre, me gjakun e tyre, se gjaku i tyre është shenjë se ki ka vdek në rrugt të Allahut. Edhe me shku në xhenet pa llogarit. Nuk i me qenë prej atyve, nëse në jetën nuk e ki pas për Allah. Dhe vepra e hijretit në këtë hadith që përmendet është një shembull i qartë në këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse bën hijreti për Allahun dhe për të dërguar në Allahut, shpërblimi do të jetë për atë një që e ki bën për Allah dhe për të dërguar në Allah. Nëse hijreti jo, shpërngulja jote është për dunjon, apo për një grua të martohesh për ta, me ta, shpërblimi jot apo qëllimi jot do të jetë për çast. Shpërblim skijet e Allahut. E pejgamberi alayhis salam për këtë përmend këtë hadith e bën si shembull hijretin, shpërnguljen. Se s'ka qenë edhe lehtë shpërngulja atë në atë kohë me lëndë, me pasuri, me familje, me tokë, me shtëpi, me vend, e mu shpërngul ku në Medinë. Çfarë shpërbimi të madh ka pas hijreti tregohet. Shumë për në fund të regot në disa sahabe janë konë gjatë udhëtimit të tij për në hijret, për në Medinë. E gjatë udhëtimit njënjët në dora jo smu, diçka një smuje i vjen.
jo nga lodhja e madhe shkoni pret venët e tij, gjakut edhe vdes. Se ka pas mundime të mëdha, dhimbje të mëdha, edhe mbytja vetveten është për gjëra të mëdha. Është një nga 7 gjëra të mëdha është me mbyt vetveten. Edhe ky personi e pret dorën e vet, i gjak deri edhe vdes. Edhe ky sahabi tjetër vazhdon rrugën dhe shkon në Medinë dhe i tregon pejgamberit alayhis salam. Thot filoni kështu ndodhi edhe mbyti veten. Edhe thot o pejgamber Allahut, lutë Allahut, t'ia fali këtë gabim. Edhe në rregull lutet pejgamberi alayhis salam, tash ky sahabi që ishte me kët, e peshef në ndër aq që vdiq. E shef një pamje të bukur, një formë të bukur, thot o filan çka bën me ti? Thot ma falën, Allahu ma fali për shkak të hijrëtit, që ishte të bënë të i dërguar i Allahut. Thot për hatër hijrëtit që e mora këtu tim prej Mekës në Medinë, për hatër kësaj në Allahu ma fali atë gjunon e madh që bën që mbita veten. Por kur ja shef dorën ja shef si të mushtelluar dyqysh. Thotë dorën, thon than atë që e ke prishna nuk ta rregullojna. Do të thotë vetë mi të vetën e prej vetë dorën tonë, thotë atë që e ke prish nuk ta rregullojna. Ki sahabi tregon pejgamberit alayhis salam, thotë o pejgamber Allah kështu e pash në ëndër. E pejgamberi alayhis salam thotë o Zot edhe dorën e tij. Do të thotë falja dorën e tij, do të thonë gjendjen e dorës tij ndryshoja. Thotë pastaj ndryshohet. Kanë treguar se shpërblimi i xhirejtit çfarë vlerë të madhe ka pas dhe çfarë shpërblimi të madh ka pas. E për këtë thot pejgamberi alayhis salam, "Faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilay." Kush përngulet për një dobi të kësaj bote apo për një martesë, hijreti i tij do të jetë për atë të cilën e ka bën. Shpërblimi s'ka te Allah subhanahu wa taala. Elusim Allah subhanahu wa taala që na bën të sinqert në jetën tona, në veprat tona, në qëllimet tona, çdo vepër që e bojmë, qoftë e vogël apo e madhe, ta bojmë për Allah subhanahu wa taala. Mos të lodhemi kot e kot për emën e për famë, sepse në fund edhe në dunjë s'ki kur gjë, edhe në botën e ardhshme s'ki kur gjë. E bën një vepër për famë, të përmendin një javë, një muaj, një vjet, pastaj nisin një herë në vjet. Një vjetorin e boni filani. Pastaj janë nisur marrall, ku vjen një gjeneral tjetër të harron krejt, shkut na për libra, ta lexon dikush filani, po punë e madhe, ka bën për veti, me të pa kur gjon hiç. As që donjë më përmend, as në donjë s'ki me pas e vape. Inshallah Allah xhelle shanu na bën të sinqert në çdo vepër që e bëjmë, lutem Allah subhanahu wa taala në këtë ditë të mëshirës të Ramazanit, na mëshiron neve të vdekurit tan, na mëshiron mbi tokë, ndër tokë dhe në ditën e gjykimit. Elusim Allah subhanahu wa taala kur të dalim prej kësaj bote, të dalim duke thënë fjalën e shpëtimit, fjalën la ilaha illa Allah, Muhammadun Rasulullah, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.